Rast kam dhënë dhe kënaqësinë që këtu para jush të hap ekspozitën personale të piktores së minor Katrina Hoti nga Hoti i Vllavës. Për 2-3 fjalë e lutem profesor Musa Pervukaj që ta bën hapjen e kësaj ekspozite. Të nderuar të pranishëm, zonja Zotri, artist dhe ardashës, kam nderë veçantë që sot gjenden në qytetin e Rëzhajës me manifestimin kulturor Ora e Malit. Mua me ra hiset që të kam këtë pjesën e artit vizual, ose artit pamor, t'i thëmë disa fjalë, edhe pse me gjërësisht edhe me qartë i keni të shënura në katalogun e kulturës. Zonja Katrina Hoti është një artiste që gjithanshme, është poete, është artiste e artit pamor, artiste që i bën hapat një pas një për të arritur një qëllim më madhor, atë të një karriere më të gjatë artistike. Sepse njerëzit e kanë karrierën atër kur i bëjnë shumë jetë, shumë ekspozita, qofshin ato kolektive, grupore, ose individuale. Katrina Hoti, orientimin e ka të arti abstrakt, ku aty e gjenë vetën më së miri, shprehet më së miri, ku në to shohim një thellësi të veçantë të abstraksionit, të realizuara në teknikën e pastuose edhe lazure, ku secila vepër ka një porosi, por marrë në përgjithësi porosia më e madhe është prania, paraqitja me këto punime para ju. Të nderuar të pranishëm, Katrina Hoti dëshmohet edhe me aktivitete tjera, që është për lakmia, është edhe një muzikë. Ardhja saj, pas shumë viteve nga New Yorku, ka bërë një vuj të madhe, por jo vuj sa për të thënë, por me aktivitete duke zhvilluar, aktivitete në plau, Busi, ja dhe tash në Rëzhaj, besoja se edhe në visë tjera shqiptare në Maltësi. Katrinës i uroj rrugtim më të tjeshëm, se ka shumë çka për të thënë, edhe mendoj që ekspozita me këto fjalë të mia dhe me fjalët në katalog, edhe në katalog e konsideroj të hapur. Tash fjalën dhe kaloj autorës së kësaj ekspozite, Katrina Hoti. Unë do t'jeme shkurt, një përcjeli përshëndetje të ngrohta nga Hoti i mbi Vllavë, i përshëndes të gjithë të prezent, i falendron Zotri Alidacit që më ftoi në një manifestim Ora e Maleve, e cila të gjithë e dini çfarë përmbajtje ka, po për mua si artiste ka një veçati, ka një rëndësi të madhe, sikur që tha Zotri Musa, ne artistët kemi nevojë për kohë edhe shumë e rëndësi ka përcem derisa e arrim atë kulminacionin tonë. Në veprat e mia zakonisht unë gjithmonë e kam nga një element të identitetit tim dhe gjithmonë mundohem ta shpërndaj atë në mënyrë reale, po gjithmonë në fund është edhe një shpresë. Ne që jetojmë si pakicë shqiptare në Maltezi, gjithmonë do t'jemi të sfiduar me tema të ndryshme. Në pikturën time unë them çdo sfidë që na paraqitet, jemi në gjendje për ta
për ta tejkaluar dhe nga jo fitojmë një guxim dhe fitojmë një shpresë për më të mirë për të ardhmen. Ju falenderoj edhe një herë për ardhmen e juaj, respekt të gjithëve. Dëshiroj që së shpejti të shifemi edhe në hotin e Kujit, atje ku gjinet galeria e arteve, që gjithashtu do t'jetë, së shpejti do të ketë paraqitjen e një aktivitet artistik, po jo me pinturat e mia, po me përzgjedhjen e shumë artistave nga Shqipëria, Kosova e tjere. Falenderoj një herë, por të mos të harroj, dua edhe shumë t'i falenderoj zotrin Musas për shkrimin dhe vlerësimin që ka bërë të anës time artistike. Jam shumë mirënjohëse zotri Musa Bregukaj. Falenderit. Unë kam nderë dhe krasin që sot të ndëroj me çmimin e madh të Orës së Maleve, Katrina Hoti, motivacion të rrezoj, moderatori i Orës së Maleve, gazetarja Atjana Zomaj. Çmimi i lartë, Ora e Maleve, piktores dhe poetës Katrina Hoti, me motivacion. Artiste shumë dimensionale, mjeshtre e pikturës, e vargut dhe prezentimit të artit pamort, në dhe dhe mërgat, shquhet për imagjinat të shliruar e të pandalshme dhe të suksesshme. Faleminderit. Me këto fjalë e përfundojmë hapjen e ekspozitës dhe kalojmë direkt në sallën e madhe ku zhvillojmë aktivitetin e mëtyrshëm. Vini në edicionin e 15 të Orës së Maleve. Dobrodošli dame i gospodo, dobro nam došli na našu tradicionalnu manifestaciju Ora e Maljeve, 15. izdanje. Për shkak të disa problemeve teknike nuk mund të intonohet himni kombëtar, por megjithatë tani ju ftoj për 1 minutë heshtje për të nderuar martert e kombit. Za početak molimo vas da ustanete i 1 minutom ćutanja pozdravimo žrtve stradale u ratu na ovim prostorima. Lavdi. Sot jemi këtu së bashku për të kujtuar dhe për të mos i harruar refugjatët kosovar të vrarë para 26 viteve këtu në teritorin e Malit të Zi. Mali i Zi ende nuk ka gjetur forcën juridike për të ndriçuar këto vrasje makabre e për të dënuar krimin. Ne nuk kërkojmë më shumë se sa drejtësi për të vrarët dhe dënimin meritor për vrasatarët. Këtë e kërkojnë dhe familjet e të vrarëve në Husaj, Bukël të Epërm, Fush të Gilit, Besnike, Jablanice, gjithandej Malsi Sorozhajës, ku i zun e i vran e i masakruan. Danas smo ovdje da se sjetimo i nikad ne zaboravimo kosovske izbjeglice koje su ubijene prije 26 godina ovdje na teritoriji opštine Rožaje, u Crnoj Gori, koja i dalje nije pronašla način i snagu da rasvijetli sudski ta ubistva. Mi ne tražimo ništa više, samo pravdu. To je ono što žele i porodice žrtava u Husaju, Bukelju,
Giljevom polju, Besniku, Jablanici i svuda po Rožajskoj Malesiji gdje su ih ubijali i masakrirali. Përshëndesim kryetarin e Këshillit Kombëtar Shqiptar në Maltëzi, zotri Faik Nika me bashkëpunëtor, gjithashtu ambasadoren e Shqipërisë në Maltëzi, shkëlqësinë e saj, zonjën Žaklina Peto. Pozdravljamo predsjednika Nacionalnog vijeća Albanaca u Crnoj Gori, gospodina Faika Niku sa saradnicima i također pozdravljamo ambasadorku Albanije u Crnoj Gori, Žaklinu Peto. Një falenderim i veçantë gjithashtu dhe për donatorët të cilat vetë se mundësuan në fakt që ky manifestim të organizohet në mënyrën më të mirë të mundur edhe në 15 vjetorin e tij. Shoqatën kulturore humanitare shqiptare-gjermane Salet Çekaj në Gjermani, Lidhjen Demokratike Shqiptare Malsi, Këshillin Kombëtar Shqiptar në Maltëzi, Fondacionin Plave Guci me seli në New York dhe gjithashtu komunën e Tuzit. Ja ću samo kratko da se zahvalimo svim donatorima ove manifestacije koje je koleginica upravo nabrojala. Të ftojmë tani për një fjalë rasti, zotrin Nikaj. Të nderuar të pranishëm, nderuar ambasadore e Republikës së Shqipërisë në Maltëzi, shkëlqësia juaj Žaklin Peto, të nderuar mysafir, artist, shkrimtar, piktor nga të gjitha trojet shqiptare, të përfaqësues të komuniteteve fetare, përfaqësues të medias, qytetar të komunës së Rozhajës. Është nder dhe privilegj i veçantë që në cilësinë e kryetarit të Këshillit Kombëtar të Shqiptarëve në Maltëzi të marrë pjesë në këtë manifestim tradicional, i vetmi në këtë komunë i cili është qëndruar në zonin kombus të gjuhës, të vlerave tona kombëtare, të kulturës, të traditës dhe historisë sonë që buron nga thellësitë e kohës. Ky manifestim është një dëshmi e gjallë e qëndresës tonë kulturore dhe shpirtërore në këto troje, ku shqiptarët kanë jetuar, kanë punuar dhe kanë kultivuar gjuhën e tyre ndër breza. Popujt rrezikojnë të zhduken nga faqja e dheut kur harrojnë rrënjët e tyre, kur shpërfillin gjuhën amtare dhe kur nuk kujdesen për trashëgiminë, i bën që të dhe harrojnë identitetin nga janë dhe bën që të humbin identitetin. Ruajtja dhe promovimi i gjuhës tonë kombëtare në çdo cep ku flitet dhe këndohet gjuha bukur shqipe, është jo vetëm detyrë kombëtare, por edhe garanci që kombi ynë do të mbjetojë krenar për kohë dhe sheku që vijnë. Këshilli Kombëtar i Shqiptarëve në Maltëzi mbështet dhe do të vazhdojë të mbështesë vazhdimisht aktivitete si ky i sotmi në të gjitha trevat ku jetojnë shqiptarët në Maltëzi. Edhe një herë përgëzoj organizatorin dhe promotorin e këtij aktiviteti, zotin Ali Daci, për këtë manifestim tradicional, duke uruar që ora maleve të vazhdojë të kumbojë në këto anë edhe për shekujt që vijnë. Faleminderit. Faleminderit zotri Nikaj për fjalimin mjaft përmbajtësor, sikurse edhe në fakt specifika që ju përmendet për gjithë organizimin i cili zhvillohet që sa vite, por njëkohësisht edhe për mbështetjen e treguar për këtë manifestim i cili ka një peshë të madhe këtu në Malsinë e Madhe. Zahvaljujemo se gospodinu Faiku Niki za retrospektivu ove manifestacije. Për një fjalë rasti, gjithashtu ftojmë ambasadoren e Shqipërisë në Maltëzi, shkëlqësinë e saj zonjën Žaklina Peto. Sada pozivamo gospođu Žaklinu Peto, ambasadorku Albanije u Crnoj Gori, da uzme riječ. Faleminderit të gjitha, mirë se u gjeta.
I nderuar kryetari i Këshillit Kombëtar Shqiptarëve zoti Pajknika, i nderuar zoti Ali Daci, organizatori i këtij aktiviteti, të nderuar autor, poet, piktor, artist, profesor, aktivist, të nderuar të pranishëm përfaqësues të Bashkisë Fetare, qytetarë të Rozhajës dhe të gjithë të ftuar. Është një nder dhe një kënaqësi e veçantë për mua që sot në emër të Republikës së Shqipërisë të jem pjesë e këtij aktiviteti kulturor, Ora e Maleve. Një ngjarje e cila përfaqëson më shumë se sa një festë letrare apo filmike. Është një akt simbolik i ruajtjes së identitetit tonë kombëtar në një prej zonave ku kjo ndjeshmëri ka një domethënie të veçantë. Rozhaja me rrënjë të thella historike, kulturore dhe shpirtërore. Përballet sot me sfidën reale të asimilimit të heshtur. Në këtë kontekst, organizimi i Orës së Maleve është një thirrje për vetdijen dhe një kujdes kolektive. Sepse gjua, fjala artistike, letërsia dhe filmi janë mjetet më të fuqishme që ne kemi për të ruajtur ato që na përkufizon si shqiptar. Unë në veçanti doja të ndalesha në rolin e jashtëzakonshëm të shkollës shqipe në Rozhaj, e cila është më shumë se një institucion arsimor. Është një pikë drite dhe krenarie kombëtare. Është një thesar i cili duhet mbrojtur dhe duhet mbështetur me të gjitha mjetet. Mësuesit e kësaj shkolle, që çdo ditë mbjellin gjuhën shqipe në zemrat e brezit të ri, janë heronj të heshtur të kulturës dhe të qendresës sonë kombëtare. Letërsia dhe filmi nuk janë vetëm pasqyra e realitetit, por edhe armë të buta të mbrojtjes së identitetit kombëtar. Ato janë ura që ne na lidhin përtej kufive dhe përtej kohës. Ata janë pasaporta jonë shpirtërore në botë. Dhe kjo ngjarje sot dëshmon më shumë se kur se fjala shqipe ka zë, edhe atje ku shpesh përpiqet që të hesht. Në emrin tim personal dhe në emrin e Republikës së Shqipërisë, dëshiroj të ritheksoj përkushtimin e palëkundur të shtetit shqiptar për të mbështetur të gjithë komunitetin shqiptar në Malin e Zi, por veçanërisht në ato zona që përballen me sfidat e identitetit dhe gjuhës tonë amtare. Ruajtja e shkollës shqipe në Rozhaj, nxitja e jetës kulturore dhe fuqizimi i rritjeve ndërkombëtare shqiptare mbeten prioritete strategjike të shtetit shqiptar. Ne zotohemi se do të jemi pranë jush me vepra. Ju falemnderit gjithëve për mirëpritjen, për përkushtimin dhe për qëndresën tuaj. Roft fjala dhe gjua jonë shqipe. Roft kultura shqiptare. Ju falemnderit shumë. Faleminderit gjithashtu juve, zonja Peto, për këtë fjalim i cili në fakt pati edhe një element kyç, gjuhën e përbashkët, e cila është ajo që vetëse na bashkon të gjithë shqiptarëve kudo që ndodhim, me që të mos harrojmë rrënjtë tona dhe të punojmë gjithmonë në drejtim të kësaj. Bilo je veoma divno čuti ovakav govor, zato što ste spomenuli i neke istorijske događaje koji su veoma važni za albanski jezik ovdje u Rožajama. Zahvaljujemo se i na spremnosti da pomognete u buduće albanskoj školi u Rožajama i svima na ovim prostorima. Veliko hvala, gospođo ambasadorko. Tashmë kësaj edhe me një duartrokitje do të presim edhe kryesuesin e këtij organizimi për vite me radhë, i cili në fakt do të vazhdojë gjithashtu edhe me prezantimin e pjesës tjetër të këtij programi. Ftojmë në skenë zotri Ali Daci. Sada na scenu pozivamo organizatora ove manifestacije i glavnog mozga svih ovih godina da nastavi drugi dio ovog programa. Hvala. Zonja dhe zotri, e nderuar ambasadore, i nderuari Pajknika, i nderuari kryesgjiu, imam i shquar, i nderuari Fran, mirë se keni ardhur në manifestimin tradicional kulturor e Maleve, edicioni 15 i saj.
Unë sot do të udhëheq këtë pjesën time që më takon çdo herë, domethënë vite kë pjesa e tretë e manifestimit, ku është fjala për promovimin e veprës së Zotit Pashko Camaj. E për këtë arsye më duhet që them se sot ndodhem veç vetëm këtu për një arsye shumë të fortë. Zoti Nikol Camaj ka udhëtuar për Amerikë me datën 8 maj. Kemi biseduar para se fluturante, më ka thënë gojërisht se të shkoj dhe me datën 15 do të kthehem në Dhe së bashku me Pashkën. Mirë po, të njëjtën që lam, ndodhi e papritura dhe e keqja, qaj u semur dhe urgjentisht u dërgua në spital në Amerikë dhe si duket u diagnostifikua me një smundje jashtëzakonisht të rëndë. Pritet që çdo çast Zoti Camaj t'i nështruat një operacioni të vështirë, por me shpresë që ai do ta kaloj edhe do të kthehet shëndosh e mirë në Dhe. I urojmë shëndet dhe suksese, ndërsa Pashkut i uroj pra suksese në krijimtarinë e tij. Këto ishin fjalë prekse të Pashkos, sigurisht se do t'i qëndroj vëllaut pranë dhe do t'i qëndroj patjetër, dhe ne mbetim vetëm me urime dhe lutjet për shëndetin e tij. Pa humbur kohë, do të fillojmë që të lexojmë emrat e krijuesve, të cilët i ftoj, pra secili një nga një, të dali, të deklamoj edhe të thosë fjalët e veta në foltore. Atëherë, Dije Demiri është arsyetuar se nuk është në gjendje shëndetësore që të vinë në Zhaj dhe mungon. Shkojmë me emrin e dytë, Nduvat Nikaj. Është këtu dhe e lutem që të dalin në foltore. Le të përgatitet Eramis Selimi. Përshëndetje të gjithëve. Zotit kryetar, zonjës ambasadore, Zotit Ali Dasi, si kryetare i orës maleve që edhe mos ato ora maleve më ka si në Zhaj. Përshëndes gjithë ju, poet, shkrimtar, artist në këtë manifestim kaq të bukur. Unë jam Nduvat Nikaj nga Curra Jepër i Tropojës. Ka 55 vjetë që më largu nga fshati, është një ndër fshatrat më të bukura që ka Europa për nga natyra. Ka marrë me vete mallin ati fshati dhe ku të shkoj malli kujtoj që mjek sikur hija e trupit ngapa. Dhe për këtë, po ju them sot, një krijim timin që e kam pa ka disa kohë, po ju përshtatet gjitha aty në njerëzve që nuk jetojnë në vendlinjen e tyre dhe kanë vendlinjen madhe. Emri. Sa herë emrin në jetë e kam shkruar, kompjuter po tisha, s'do ta maja mend. Por sot kam ardhur për t'ju treguar si në gur e në listë emrin e kam gdhanë. Me priskun në gjyshit e gdhana në listë, me sqepin e këmesës e gdhana në gorë. Atëherë kër i shkrova, i vogël isha, e manova thash s'do prishën kur. Po shkrimi vazhdoj rrugën e jetës, e jeta rodhi s'juj në gorë. E një ditë, se më shkoj mendja, a thuet të jetë e jemi mbi gorë. Dhe pse kishin kaluar shumë vite, më thirri shpirti, e mendin e mlodha, e bashkësiri unë gjita në bjeshk, e shkova të Lisi, ku e më shkrova. Lisi ishte rritë shumë. Si për emrit kish dalë dhe njëshk. E shkron në kishën ba të bëmë si buzë. E ato buzë më dukë se levizën e falë. Hajde, mirë se erdhe, nuk e ardhë që kur ishe i vogël. Dhe pikat e lotit një faqe më rëdhën. Gjujtë më prenë, e kërkova më ullë, po isha ullë ta më tajgur. O Zot, kjo është tajguri i thirra kujtesës
Se kom këdha memrin me sepin e këmesës, po shkërën ati shënba, ta mamë si gravur, e ngjyra bardhës duke askon, po për këte nuk më erdi që di, se ngjyra e bardhë kishte ikur nga shkronjat dhe kishte ardhë të flokët e mi. Zoti Rami Selimi, dhe pastaj Do Luli. Ju përshëndes të gjithëve. Unë për veti kam përgatitur një tregim të shkurtër, me qenë se nuk mund ta quaj veten si poet, po më tepër një romancier. Besoj që kam bërë përpjekje me këtë tregim ta paraqes aktualitetin e taneshëm kosovar që e kemi tek ne. Tregimi quhet, e kom titulluar praktikisht Shtëpia pa zemër. Në majën e Kodrës, që dikur ishte e gjilbruar nga dashuria dhe shpresa, qëndronte shtëpia e cila duke e fort nga jashtë, por nga brenda kryhej si trungu i një pemë të kalbër. Aty banonte Gazepi, një burr me diplom, por pa urtësi dhe respekt për tjerët. Madje dyshoi se brenda shpirtit s'kishte fjalë të ngrohta për askënd. Nuk dinte të dëgjonte dhe nuk donte të kuptonte. Kishte studiuar në qytet dhe gjithë një burrë me diplomën e tij. Mendonte se familjarët ishin analfabet funksional, që nuk do ta kuptonin kurrë. Prandaj kishte fjalë të mëdha në gojë, por zemra i rrinte e thatë si ara pa shi. Të gjithë në familje, prindrit, vëllezërit, gruan, fëmijët i shihte si shërptor në atë dramë ku ai ishte aktor dhe regjisor i vetëm. Ai kishte ndërtuar një mur i rreth vetes që nuk ishte nga guri, por nga krenaria boshe, duke menduar se ishte i gjithdijshmi. E quante veten shtylla e shtëpisë. Atëherë kur ai kishte filluar të bëhej një gur i rënd, mbi çatin që po kryste çdo ditë më shumë. Ai dinte të fliste për filozofi, për histori, për dreshjet birë, por nuk dinte të thoshte më fal, ejani të punojmë bashkë. Çdo mëngjes ngrihej herët dhe lexonte gazeta në tavolinën e trojnt, mërmëriste mendimet mëdha për botën, por s'kishte sy për rrëmujen që i ndodhte brenda pragut vet. Shtëpia kishte filluar të qaj, jo nga mungesa e cimentos, por nga mungesa e zemrës, nga mungesa e vizionit. Nuk njihte kompromis, por vetëm dominim dhe imponim. Mendonte se çdo fjalë tjetër përveç tijes ishte gabim. Çdo ide ndryshe e shihte si kërcënim për familjen. Dita ditës familjarët filluan të iknin pa zhurmë dhe atë sa më larg atij fshati, saqë me kalimin e kohës edhe shtazët shtëpiake filluan të ngordhen nga uria. Në fund, gruaja dhe fëmijët morën rrugën pa kthem. U shpërndan si gjethet që i bart era në dimrin e hidhur. Gazepi mbeti vetëm në pallatin e tij si oratori pa dëgjues. Shtëpia u shpërbej jo nga koha, por nga mungesa e shpirtit vizionar. Dhe Gazepi, me gjithë librat që kishte lexuar, kur nuk e kuptoi se njeriu nuk mbahet mend për sa vjen, por për atë se çfarë jep shtëpisë. Faleminderit shumë. Faleminderit juve. Zotëri Do Luli. Ju lutem pak më shpejt se koha po na ik, është pak si e kufizuar, për shkak se këtu paske aktiviteti është një aktivitet i nxënësve të shkollave të mesme. Përshëndetje gjithëve. Përshëndet në mënyrë të veçantë organizatorët e këtij eventi, që kanë dhënë mundësinë që çdo poet shkrimtar të shpalose ato vlerat të kulturës shqiptare, e cila etnokultura jonë është trashëgimi e madhe që si pasuri e rrallë. Unë paraqes një poezi të thjesht për ato ngjarje që fatkeqësisht si popull shqiptar e kemi përjetuar. 3 kopzezat e Meladinit me Dushan erdhen prej Serbie, ata shkje si nga Skëtera. Ujqërishin të veshur si dele, por zollomin e kishin të madh vrerë të zi. Për ta shkallmuar armikën arbri,
porosie kishin nga Kopzeza Serbi, grupe kuqosh të Sajonin. Prisa më plera të ishin ata vetë, të afronin të shtatë ambiciozë dhe rini që këti venit të dilte ujë i zi. Të vristin shoshojnë ata shqiptarë, që Europa t'i akuzoi se qanë kanë barbarë. Shaban Poluzha ka qënë fjalë, si na vratë mërë shqiptarë, pse me shkjau në bashkuat, dhe ne të mirëve në masakrot, me det, a i plan Kopzi i shkjau të krye. Si që deshtë Meladini me Dushan, masakrën e Tivarit ashtu e banë. Të kuqt e shkelen mukjen, shqipën e vranë, fundosën atë dheun që në gjakt vetë u la. Si shpërblim, Kosovën shkjaut ja dhanë. Nga që Shqipërin, kasaphane e banë. Ju faleminderit. Faleminderit juve. Hysén Ibrahimi, nëse është të paraqitet, nuk ardhë. Vazhdojmë Eralda Baze. Eralda vjen në një formë speciale sepse kjo është një promotuese e veshjes kombëtare në bar hapësira shqiptare. Domethënë s'ka trev që nuk e ka shëtit dhe nuk e ka promovu kostumin popullor të asaj zonit. Përgëzoj. Faleminderit profesor Aliu që na ke ftuar dhe na mblodhe sot. Atëherë dy fjalë për veshjen, kjo është veshja e Shën Gjergjit të Tiranës, e konsideruar një veshje në zhdukje, edhe jemi munduar jo pak për t'i gjetur gjithë elementet për ta kompletuar sikur se ka qenë në formën autentike. Atëherë, unë besoj fort në parimin që patriotizmi fillon të shtëpia e gjyshit në vendlindje, prandaj dhe sot kam zgjedhur të recitoj një poezi timen Vendlindja. Kur nisem për te ty, nxjerr nga sepetja fustanin prej malli, me tantella kujtimesh, me tegela përkëdheljesh, me lule gabimesh fëminore, me arna qortimesh, me njolla balte prej vrapit për të kapur shokët, apo për të shpëtuar gogolave, me aromë naneje prej përsheshit me kulaç. Kur nisem për te ty, jam një mbret Anderseni, ka shumë e veshur dhe prap lakuriq. Faleminderit. Shumë faleminderit për këtë vargje kaq emocionuese. Atëherë këtu duhet të ndalem pak sepse do dal pak jashtë protokollit. Kam derën dhe kënaqësinë që dy personalitete fetare, dy personalitete kombëtare, t'i nderoj sot këtu pranë jush me shënjë lartë orës së maleve. Dhe këta janë Mulla Gjevat Kryeziu dhe Don Fransopi. I lush që të dalin të dytë në skenë me këtë rast lush ambasadorën pra e Republikës e Shqipërisë, Gjaklina Petro, që të ndaj këto dy çmime. Ndërkaq, fillimisht, përshëndetje gjithëve, për mua është hera parë që jam këto, për te kënaqësisë patjetër që është edhe nder, dhe uroj që ky manifestim ka me jetu me shekuj, aq sa jeton edhe arsyeja për çfarë kemi ardhur këtu. Për kontribut të jashtëzakonshëm në fushën humanitare njerëzore, duke pajtuar qindra shqiptar në mes veti si dhe kontribuesi pashoq në strehimin e të përndjekur nga shtëpitë e tyre gjatë spastrimit etnik të Kosovës nga forcat shoveniste serbe, gjatë luftës për shirimin e Kosovës 98-99. Njëherët, ky çmim i akordohet për fesnikrinë, tolerancën ndërfetare si dhe prirjes karizmatik i popullit shqiptar, duke dhënë kontributin maksimal në bashkimin e popullit shqiptar. Rreth idealit të lirisë, pavarësisë dhe dashurisë ndaj njeriut dhe atë dheut. Çmimi i lartë ora maleve i jepet klerikut dhe patriotit Mulla Gjevat Kryeziu. Dhe po ashtu, për të njëjtën arsye, Don Fransopi.
Të ndëruar pranishëm, ndëruar Zoti Kryetar Ali Dasi, ndëruar Zoti Kryetar i Këshillit Kombëtar Fajknika, ndëruar ambasadorët, ndëruar gjithë pranishëm, me dëshirë që gjithë mu përshëndet emër për emër, me kënaqësi më të madhe pranova këtë menjohje nga ky manifestim kulturor shqiptar, dhe sa që do të shoh këtë menjohje, gjithmonë do të kujtoj për pjekjen, për sakrificën, për angazhimin, për ujtën e vlerëve kombëtare shqiptare, shqiptarët e Malit Zi. Një falënderim veçantë shqiptarëve të Malit Zi për angazhimin e tyre në ndihmën e avancimit dhe përpjekjeve për pavarësinë e Kosovës, gjithkudo që janë. Respekt, faleminderit, urime suksese, Zoti ju bekoftë. Ka thellësia e mendjes, thellësia e shpirtit, rrajt e dashurisë ndaj popullit tim të dashur, përshëndes organizatorët e Orës Malit. Dhe përshëndetja jeme në kusht e ftop, është jetësisht që ne kemi bashkë adheu tonë, ta duhem, po jo ta duhem, me ojna dhe me kthesa dhe dredhina. Se do t'him edhe do t'i përbuzim gjakun e sa trive dhe treva që kanë dhonë për ta jetu edhe për ta gëzuar këtë liri. Pra edhe me këto fjalë, edhe njëri u falenderona për këtë nerë, edhe njëtën time do t'jetë thellë e shkrume dhe u premtoj që me lutje dhe me fuqinë time mendore do t'ju përcjell dhe do t'jetë gëzimi më i madh jemi kur puni ka suksese të mëdha. Rënoshi sa malet. Përndej shumë. Urnoni. Sot tash në kuadër të kësaj, dua që të ndroj me një çmim të lartë ish kolegen time, Vera Ukaj Gojani, e cila nuk është një jetë më, dhe pas këtij motivacioni e ftoj bashkëshortën e saj që ta merr me njohje. Për punën e madhe në arsimin e brezave si në kohë paqe, por dhe në kohë lufte. Nxënësit i deshti shumë, nga të cilët nuk u nda për 35 vite, derisa vdekja i ndau. Çmimi i lartë Ora e Maleve, postmortem pra pas vdekjes, i jepet profesoreshës Vera Ukaj Gojani. Këtë çmim do të ndaj Zoti Fajknika. Ma prepara, lutëm, prepara se se ka. Ndej shumë në të. Vazhdoj me poetin e radhës. Malazezi kam betë rrugës dhe nuk kam rjala. Ftoj Besim Muhadrin nëse ashtu të dalin foltore. Nuk ka ardhë, atëherë fjala është për Arabnesha Kilmeni Draga. Përshëndetje për të gjithë. Mos ikni. Ku po ikni ju lullet e ardhmërisë?
gjithë këta eshtra që ju flasin nga dheu i nën lokës, shumica kanë emrin tuaj, i kanë mbytur hiena të Karpateve, pa qefin e pas agroposur i kanë, pa emër, pa fis e pa dhe. Ata kanë luftuar për ju, për ne, për të ardhmen, për këtë tokë, u jitur me gjak, na e sollën lirin të gëzojmë. Mos ikni, mos u bëni mos mirënjohës për hir të atyre që ramë për atë. Ku po shkoni? Askush s'do t'ju flasë më ëmbël se gjuha e nënës. Mos ikni, atje në vend të bukes do të hani dashurinë e tokës arbërore. Shpejt do të haroni gjakun ton, mos e helmoni të ardhmen. As nënën më nuk do ta njihni kur të ktheheni të humbur. Eshtrat e të parve për ju lusin, qëndroni këtu, shpirti i gjakut ton. Faleminderit. Vazhdojmë. Arbana Sheme, vjen nga Lushnja. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Atëherë unë do bëj atë që bëj më mirë, duke përshëndetur me poezinë time, gjëmimi. Gjëmon atje lart, në qiell koha, këtu në tokë, kocka të ulërin. Velencën e vjetër të gjyshes hedh, këmbëve të mia të gjejnë ngrohtësin. Shkrepëtin në rufet sa qahet qielli, në harta flakësh ndizet gjithësia, dhe zemra struket, mpaket, firohet, ajo e ndjen e para stohin, dhe shkunden malet ulërin era, tufani çmendur të fillon, vështrimi u përhum, i mbetur varur, te fati i zogut në fluturim. Faleminderit. Faleminderit juve. Teuta Dhima, e ka fjallën. Përshëndetje zonja dhe zotrin, mirë se ju gjeta, një përshëndetje nga Durrësi Bregdetar, vjen për rëzhajën e bukur. Profesor Aliu, ju falenderoj për ftesën, ju falenderoj për këtë takim dhe uroj që për vjetor të tillë të festoni edhe shumë të tjerë. Poezia ime i dedikohet një ngjarje e cila duhet të dëgjuar nga të gjithë ju, pak vite më parë, një grua e cila mbante në trupin e saj i fëmijën nuk arriti të bëhet nën për shkak të ish bashortit të saj. Dhe kjo nuk është vetëm një ngjarje trisht, por është një plagë që ende vazhdon që të pulsoj në trupin e shoqërisë sonë. Nuk mund ta kaloja vetëm duke u hidhuruar për momentin, ndaj unë e dritsova, e lartësova e solla në poezi për ta pasur pjesë të librit tim. Kjo poezi titullohet Ninanan e pakënduar. Ninanan e pakënduar, ngrirë në buzë që puthën pacak, për qafimi mbetur pezull, në krahët e varur trupit të pajet. Erdhe u linde prej dashurisë. Nga dashuria në urrejtje shndruar, filli i jetës tu këput ty. Grua që nën su bëre dot. Ëndë grisur, fustan qier.
në ferra të mendimit djerë, ti grua. Sot, sjell një trandafil. Për netët e pagjuma, kur me fosh një brenda teje, shtratit paqe zgjeje dot. Për mëngjeset, që të gjenin ligur, për pasditet, ku shëtisje ndrimtare, një emër të bukur duke kërkuar. Për të gjitha ditët që të mbetën pa jetuar. Ninna nanna, shhh, kush po këndon, mbani vesh? Jo, askush. Ninna nana e saj mbeti e pa kënduar. Faleminderit. Faleminderit juve. Ajna i Berhysaj nga Deçani. Përshëndetje të nderuar të pranishëm, me qenë se përgëzoj këtë organizim të nderuar Ali Daci, të gjithë ju që jeni të pranishëm, atëherë, me qenë se pa Shqipëri nuk ka Kosovë dhe pa Kosovë nuk ka Shqipëri, po filloj në këtë mënyrë fjalën time dhe gjithashtu pra që në Plavë që o fol nga ambasadorja ndëruar që do të keni gjithnjë mbështetjen dhe përkrajen, për gjithashtu edhe Komuna Deçanit, një prej projekteve të cilat ka të bashkimit, lidhjes të afërsisë, që është rruga Deçan-Plavë, që është një projekt i iniciuar dhe është afër konkretizimit të tij nga kryetari i komunës, zotëri Bashkim Ramose. Kështu që Plavë jeni shumë afër Kosovës dhe gjithashtu dhe mbështetjes për krajës, gjithashtu edhe nga shteti jon Shqipëria. Atëherë poezia ime është e të tanëve është kjo dhimbje. Syri puth zemrën tënde, me rrezet e diellit vendos kufirin dhe zgjon heshtjen e kohës. Ret bien mbi çerpikun e dhimbjes. Malli, çmallet me dritën i lirisë, yjet rrëmbejnë e ndezin shpirtin. Mira sy përqafojnë diellin, mira petale si mirazh dashurie, ngrohin shpirtin dhe qiellin tënd. Dardani, e të tanëve është kjo dhimbje, pushon ok gjak, ok shpirti e fjalë zemre. Dhimbja prek qiellin, lëshon klithmër Shqiponia, mbi 2000 vjet e mbajti frymën e fjales, pej shpirti e mat me diellin. Tokë Dardane, je klithma dhe zëri i shpirtit tim, je zjarri dhe vrulli i emocionit, je rrugë e thekur me lotin e gjakut, je dritë e diellit e syve të mi. Fryma jote është e të tanëve, je qiell e shallë shpirti, je ashti im Dardan, çdo pëllën toke, e masi me ok bese, me ok shpirti e fjalë zemre. Në qiell jemi të tanë bashk, me kurmin e fjalës tënde. Faleminderit. Atër librin ja dorëzoj të nderuar ambasadori që është e pranishme dhe është një pikturë e cila është e piktorit Boron Kacelit, më falni që pak mora kohë, një piktor shumë i njohur, por gjithashtu për çdo vit që organizohet kolonia e piktorëve në komunën e Deçanit, e kemi Plavën, e kemi gjithë malin e zi, trojet shqiptare të përfaqësuar nga Musa Prlvukaj. Faleminderit juve.
Vazhdojmë tutje. Zoti Florbuqi. Përshëndet të gjithëve. Agimet i lirishte, qerek shekujt në korrizët e maleve, lanë gjurmet e kanoneve, e ti Dardani u dole për para agimeve të mëdha, kur trolli me nofullat e veta kafshon të bitë të ti. Dardani u dole për para relikteve 100 vjetëshe, prej gjakut e zemës mund të si që dogjen të tjerët zdua të digjem, zdonin ziliqarën e kopshtin e Edenit, mollën e Erides në dorë që malan. Dit pas ditë prej zemrimit për ligjur, nga trishtimi Zeusi se falë për me theur, paja të reguar fshehura si intrigen, dashurit digjen, e përvlohen sa fort brenda çdo endre vunë zemra vetë. U deshen që djajt të resjelin poshtrimin e zbritur nga limpi i lartë, as gjes është haruar, kanë ikur korbat e zi para syve të mi, as koha e mjegullt nuk është me, se trimi e shkëthyr me një ferman Skanderbeu, t'ja jap Adem Jasharit para kullës në prekaz që të ndodhë betimi. Udhkryqës përshpërisin shtepit akoma po digjen, kohë me kohë diçka iken, mushin e kohën e Tahirmehes, po aty në prekazin e lashtë. Uj dua të pi në vranin, në kurat e ose kukës, ndryshimi absurd do mund edhe vdekjen tek mbesin vetëm iluzionet, në vraninën shekullore dhe martiret edhe këtu janë të shtrejt. Rozhaj 17 maj 2025. Faleminderit shumë zoti Luçi. Fjalën e ka kryetari i Lidhjes së Shqiptarëve të Kosovës, zotëri Shyshy Galica, profesor doktor. Me këtë rast, zotin Galica do të ndroj me çmimin e lartë të orës së maleve, i cili ka pri pra grupit të shqiptarëve të Lidhjes së Shqiptarëve të Kosovës. Ju përshëndes. Të nderuar krijues, dashamirë të fjalës së shkruar, zoti Ali Daci, zoni ambasadore, zoti Nika. Shpreh kënaqësinë time dhe të Lidhjes së Shkrimtarëve të Kosovës, duke ju uruar për manifestimin e 15 jubilar Ora e Maleve, i cili vazhdimisht sjell një frymë të veçantë kombëtare në këtë trev të atdheut tonë. Ky takim letrar e kombëtar, kjo ditë e këndshme, po na bën bashkë nga viset tona të ndryshme, të cilat na bëjnë krenar me historinë dhe rrjedhat aktuale, duke na obliguar që të punojmë më shumë së bashku e të jemi të tillë në çdo rrethana. Çdo veprim yni ngreve të dijen më lart për të qenë së bashku pavarësisht të rrethanave historike, sepse aspiratat tona janë të njohura dhe qëndrimi ynë padyshim mbetet i palëkundur për të arritur rezultate në të gjitha fushat e jetës. Këto veprimtari letrare artistike padyshim kanë synim të zhvillojmë jetën tonë kombëtare, të bashkëpunojmë me meqe dashamirë të artit e të kulturës dhe të kontaktojmë e të bashkëpunojmë në të gjitha sferat. Duke ju uruar edhe njerë për punën tuaj fisnike, për veprimtari që lënë gjurmë në rrjedhat e jetës sonë, urojmë që të arrini suksese edhe më të dukshme. Në shenjë nderimi e respekti, në emër të Lidhjes së Shkrimtarëve të Kosovës, zoti Daci, duam t'ju dhurojmë një monografi të generalit Kudusi Lama për artistin e njohur Ilir Shaqiri, bashkë me 100 këngë të zgjedhura botuar në 100 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë nga Lidhja e Shkrimtarëve e Kosovës. Për të ndarë këtë çmim të Orës së Maleve, për doktor Galica ftoi profesor Fadil Ulej,
Ndërkaq, çmimi i lartë ora maleve i jepet poetit, shkrimtarit dhe publicistit Dr. Shoqëri Galica me motivacionin për prurjet në nivel të lartë artistik, estetik e shkencor, originalitetin e mendimit kritik si dhe format autentike të narracionit që ka përcjell në letërsinë bashkohore shqipe. Faleminderit shumë, ta gëzoni doktor Galica. Vjen Agim H. Berisha. Përshëndetje për të gjithë. Në fillim vere, ushtim erërash bredhin shtekballit tim, u dhe gjom dheu, dit hijet e brymta, pëshërtim e heshtur terri që vishte akvin. Malet fund e krye etje, kohë e prusht stinet e mukta, kot falnim gjumo, bënim mesh, andërëthinjur miku im, pa yjet, shpirë ndezur, pa gjakun e virgjër, ti nuk vije pa flamur. Në fillim vere, u dhe të shpinin vetëm në i tokë, shi, bind të shi, si u i varë, toka ime e etur. Ju faleminderit. Faleminderit juve. Gjeradin Mjeku. Qka nuk flasin Kleopatra? Qka nuk flasin Kleopatra? Vesh mbretërisë që nuk ta pranojnë ziliqarë, pashka se përvlohen me qumsht të nshërus, që shpirtin e ngrohet për një jetë të tërë, mendime bestyten a dhunti e papërshkruan. Po gjarpri, qfar të desh a i gjarpër krath në qafe, që latë e hapër për gjithmonë enigmën e guzimit edhe pak trille hienash që të përcollën në çdo hapër. Ndonë se nuk i përkas asgjë stënde nga gjaku, kalimtar rasti isha ndej në përftyrim, për përgojimet nuk marr asnjë përgjegjësi, përveç dilemave të bestyeshme dhe një ëndre që nuk u zgjua asnjëherë nga klapia e shekujve për ty. Një ditë mund të hapen letrat, ato të pathënat të shpirtirohen pastaj, edhe gjuhës ndodh të del bishti i përgojimeve për një trill në botën e paskaj. Këtu mund ta ketë zanafillën trillimet, ku vli besimesh deri në asgjën e fjalëve, loj cirku në pambarim. Çka nuk flasin Kleopatra, çka nuk flasin kuloareve të dyshimit në përftim, çka nuk flasin Kleopatra, e ti, këtë tashmë çdo kush e di. Faleminderit. Faleminderit shumë të gjithë juve që deklamoni poezit, ta dini se këtu po kultivoni fjalën shqipe. Faleminderit. Shkojnë tutje, Imre Hysa. Imre Hysa s'lemrot. Vazhdojmë. Flamur Shala, nësë është profesori kur lemrot. Jo, atëre e thras Saida Voglin që dve që shin bitort në orën letrare. Përshëndetje të gjithë të pranishmëve, faleminderit zoti Ali Dace për ftesën. Sot kam ardhur me një poezi time të titulluar Diellit, pikërisht kushtuar të gjitha afërmëve dhe të dashurve tonë të cilët nuk i kemi të pranishëm në jetë. Diellit. Ti hell dru flakës tënde. Diellit. Ti hell dru flakës tënde, diell. Që natën mos shuhesh në dritën e syrit.
Ngrohej qelin, ngrohej zemra tona, i arti që balli shndrim. Shkëlqe në lindjen e verdh, në perëndimin e kush mos perëndo, si për çatis, në fijet e barit, në ujërat e kulluara jeto. Merr jetë nga jeta, zjarrin mbaj ndezur, por mos u digj. Mos i dish kockat e tua, mos u thyej para flakës tënde. Fal ma zjarrin tënd, ta mbaj ndezur. Një pyll me dru të hedh, mos fikesh, të hedh dritën e shpirtit tim, vetëm ti mos fikesh, jeto. Faleminderit. Faleminderit shumë. Zoti Ramiz ka një dëshirë, po analizon këtu të shuhim. Ramiz Selimi. Me qenë se udhuruan disa libra, kështu për në shenjë falënderimit për ftesën që ma ke bo, kam vendosur të adhuroj librin Dëshirë e Djegur, që ishte bestseller në vitin 2023, dhe librin Kthimi i Trurit, që e kom promovu dje në kuvendin komunal Klinës. Atëherë duhet ju njoftoj se të gjithë shkrimtarët që janë në listën e të ftuarve këtu janë të nderuar me milionet dhe çmimet të ndryshme. Të ndahen në një ambient tjetër për shkak të kohës së limituar. Pra ta keni parasysh se ora marrë është përpjekje që askan mos të lë pa diçka të arrazhoja. Unë me kaq që përfundoj këtë pjesën time dhe tani në radhë është ansambli i këngëve dhe vallëve nga Deçani dhe ti përcjellim bashkërisht. Falenderojmë të gjithë artistët dhe poetët që u ngritën këtu në skenë dhe vetë se përformuan me të gjitha emocionet e tyre, poezi të shkruara mjaft mirë. Tani kemi një pjesë tjetër, po ashtu me shumë rëndësi në këtë aktivitet, e që vazhdoj me ansamblin e këngëve dhe vallëve nga Deçani, të cilin e drejton udhëheci artistik dhe koreografi Gens Tetaj. Tani ky është programacioni të cilin do ta ndjekim në vazhdim, që vetë se të njoftoheni në fakt me ato se çka ky ansambël ka përgatitur. Është këngë nusje, valle me motive nga Deçani, Ninull Djepi, këngë, Labinot Kukiqi dhe Ermal Nicaj, Moj Shqipëri mos thuj Marova, valle dasmash kosovare, Erion Kamberaj, Kaçanik Dejn Boletin, valle me motive të ndryshme. Dame i gospodo, sada ćemo svi malo uživati u narodnim pjesmama i igrama. Ansambl Dečani, čiji je koreograf Gens Tetaj, predstavit će se sa igrama i pjesmama sa motivima iz Dukadžina. Izvolite.
Qika kana në luton, s'ka kushtratina që jashtran, s'ka kushtratina që jashtran. Po vin krushi to leqe, sigur grato pa musteqe, sigur grato pa
Kut boja është Ojne,
këtë pauzë të shkurtër disa sekundë që në fakt po e zëvendësoj me një duartrokitje shumë të madhe për këtë atmosferë që këta të rinjësojnë këtu. Manifestimi tradicional kulturor Ora e Maleve ndan edhe një çmim të lartë, po me këtë titull, pra Ora e Maleve i jepet udhëhecit artistik Gens Tetaj me motivacion për kontributin e jashtëzakonshëm në ruajtjen dhe kultivimin e valleve dhe lojrave tradicionale dugagjinase ndër brezat e rinj, si dhe për përfaqësimin më autentik të traditës shqiptare autoktone në botë. Këtë mirënjohje e ndan Zotri Haxhi Lajçi. Ju ftojmë që të dyve në skenë. Faleminderit shumë. Unë pra me Gencin njihem tash një kohë gjatë, jo vetëm që po punon atje në Kosovë, në Dugagjinë, po ka filluar edhe këtu në Rozhaj të ushtroj nxënësit kursant të Rozhajës, e cilët ka kaluar numrin mbi 100. Genci ka arritur rezultate jashtëzakonisht larta dhe para disa ditëve kemi marrë pjesë edhe në Klinë. E uroj Gencin për punën, ju uroj juve shnet e mirë se keni ardhur na vini prapë. Faleminderit shumë. Faleminderit Haxhi, nderuar praneshëm, një vete në mirë që po mundohem dhe të jap një kontribut sa do të vogël e modest në këtë qytet të vogël që dikur hapi dyert për qytetarët e Kosovës gjatë kohës së luftës, ku kisha fatin e dhënë si fëmijë vogël edhe nina shumë mirë se sa do pak po japim një kontribut vogël tu. Unë ju falenderoj për çmimin dhe Zoti që ky manifestim të vazhdoj aq sa jeton edhe Ora e Maleve në këtë troje. Një kontribut të madh gjithashtu dhanë dhe valltarët që ishin kështu që një mirënjohje e veçantë ndahet gjithashtu atyre. Me motivacion për ruajtjen dhe kultivimin e këngës dhe vallës dugagjinase, si dhe prezantimin e saj në mbar hapësirën shqiptare dhe në botë. Ftojmë njërin nga valltarët që të marrë të pranoj këtë mirënjohje dhe gjithashtu ta ndaj me pjesën tjetër të grupit. Tashmë në programin i cili vetë është përgatitur paraprakisht, do të përcjellim një film të shkurtër të metrazhit të shkurtër, po ashtu të regjisorit Renis Hyka. Ju ftojmë ta ndjekim bashkë. Ju falemderit për vëmendjen tuaj, ndërkaq tani ftoj në skenë Zotri Xhevdet Muriqin, i cili është një veprimtar nga Gjermania dhe që do të ndajë një çmim. Çmimi i lartë Ora e Maleve i jepet Zotri Kristaq Janushi me motivacion për kontributet e çmuara ndër vite me fjalën, kamerën, aparatin fotografik në mass median shqiptare e të huaja, me emisione dokumentare, kronika televizive, në ekspozita tematike me shkrime, duke pasqyruar e promovuar me historinë, kulturën e bukuritë e tyre Rozhajën, Plavën, Gusin, Ulqinin, Tuzin, Malsin e Alpet shqiptare. Falenderoj organizatorin Zotin Ali Daci për
dhurat të mirë për mua. Ndërkaq tani, faleminderit juve të gjithëve të pranishëm që ishit këtu dhe me vëmendje ndoqët se cilën pikë të përgatitur për këtë manifestim kulturor, I cili siç e përmenda edhe më herët është i 15 me radhë. Urojmë që edhe në organizimet e tjera të kemi njerëz e figura të rëndësishme sikurse ju, që me të vërtetë I shtojnë shumë vlera organizimeve të tilla. Miru takofshim radhën tjetër. Zotrit Piero Milkani, me motivacionin regjisor, operator, aktor, një ndër drejtuesit Konsto Studios, Shqipëria Re dhe Alba Film, në vitet e demokracisë, mediator publik e televiziv, diplomat në Çeki në vitin 98 deri në 2002, aktor edhe në disa filma të huaj, regjisor në mbi 20 filma, ambasador I filmit shqiptar, një vlerë e çmuar në historinë e kulturës shqiptare. T'ja ndërzosh regjisorit, me shumë qenë. Në emër të regjisorit të madh Piero Milkani, ju falenderoj. Manifestimi tradicional kulturor Ora Maleve, edicioni 15 çmimi I lartë Ora Maleve, I jepet zonjës Elda Keqi Novelli, Itali, me motivacionin për shkrimet e vazhdueshme në shqip e në italisht gjatë viteve të fundit në disa media, gazeta, televizione, portale, në Itali e në rajonin ballkanik shqiptar, me përkthimet të saj dygjueshe, duke pasqyruar e promovuar Alpet shqiptare në Ballkanin perëndimor me historinë, kulturën, bukuritë e madhështitë të tyre. Jemi emocionuar që marr pjesë në këtë event kaq të rëndësishëm Ore Maleve. Do të falenderoj zotin Ali për ftesën që më ka bërë. Faleminderit shumë. Manifestimi tradicional kulturor Ora Maleve, këtij edicioni çmimi I lartë Ora Maleve I jepet Ledri Kurti Kraja me motivacionin një ndër personalitetet të shquara të letërsisë dhe kulturës shqiptare. Prej vitesh, si studiues e krijues, është një ndër emrat të shquar të veprave letrare, ka kontribuar në ngritjen e cilësisë në letërsinë shqiptare. Ajo spikat në veçanti për nivelin shkencor e mendimit kritik dhe pasqyrimi objektiv dhe interpretim korrekt të veprave letrare. Mirë, hajde tjetër, kusho haqë Pak përshim të duhet. Pak përshim të duhet. Tani në vazhdim kemi çmimi I lartë Ora e Maleve, I jepet gazetarit dhe publicistit Idris Zeqiraj. Çmimi I lartë Ora e Maleve Rozhaja 2025 I ndahet gazetarit, publicistit, shkrimtarit të shquar, kontribuesit të dalluar të gazetarisë shqiptare, autorit të qindra artikujve të çmuar kritik e analitik, në të cilat ka hedhur dritë artistike e shkencore në shumë aspekte të historisë së Kosovës e të shqiptarëve, që nga lashtësia deri në zhvillimet më të reja. Ftojmë Haxhi Osmanin që të ndajë këtë çmim. Ju përshëndes gjithë. Idrizja ka ditë për sot që do t'jetë këtu, po për shkak të gjendjes tij shëndetësore nuk kam mujt. Ai ju përshëndet gjithëve, edhe ai thotë se të gjitha dyqarin pjesëtar kur I kam gjondur.
Çmimi I lartë Ora e maleve I jepet shkrimtarit dhe studiuesit Hysen Ibrahimi me motivacion. Një ndër personalitetet e shquara të kulturës dhe letërsisë shqiptare prej vitesh në mendimin estetik dhe krijues e publicues. Ka kontribuar në ngritjen e cilësisë të prozës dhe poezisë në mërgat. Ai spikat në veçanti nivelin artistik, estetik, si dhe në formatin autentik të narracionit. Këtë do t'ja ndojmë pastaj, në momentin që do ta takojmë. Kurse tani kemi çmimin e karrierës, Ora e maleve, I cili jepet poetit, shkrimtarit dhe publicistit Flori Bruçi me motivacion. Poet që karakterizohet nga originaliteti, mendimi I thellë dhe mesazhet e fuqishme. Gjeografia e tij krijuese e ka kthyer në një personalitet të letrave shqipe. Hajde Flori Bruçi. Qëllura, respekt që këtë që ti burit në dojmë. Flori! Çmimi I lartë Ora e maleve I jepet zonjës Eralda Baze. Me motivacion. Promovuese e denjë e kostumografisë shqiptare në mbar trojës shqiptare e mërgat. Një ndër emrat e veçantë me poezinë shqipe e njohur për vargun e saj. Original, duke u bërë ikonë e njohur e poezisë shqipe. Vazhdon rrugën poetike unikale, me krijime të originalitetit shumë të veçantë në fushën e letërsisë dhe esesë, duke dhuruar një aset të çmuar të gjitha letrave shqipe. Nëse nuk kajtosh në informacionin nuk e gëna, të shumë tjetër. Zonë që Te urgjenca puno fje? Te urgjenca puno? Këtë nesë? Vesh ka një Të një Pjesa e çmimeve vetë se ka mbaruar, por nuk kanë mbaruar edhe mirënjohjet të cilat vetë se do të lexohen tani. Mirënjohje ndodhet për Due Vatnikaj me motivacion. Për afirmimin e poezisë shqipe dhe prezantimin e saj në të gjitha trevat shqiptare dhe pjesëmarrjen në edicionin e 14 të manifestimit tradicional kulturor Ora e maleve. Mirënjohje për Arbana Sheme me motivacion. Për afirmimin e poezisë shqipe dhe prezantimin e saj në të gjitha trevat shqiptare dhe pjesëmarrjen në edicionin e 14 të manifestimit tradicional kulturor Ora e maleve. Mirënjohje jepet Ajne Iberhysaj me motivacion. Personalitet I shquar me kontributet e larta në poezinë, historinë, publicistiken shqiptare dhe në ecimin e figurave të shuara, patriotike dhe malësisë së madhe. Mirënjohje po ashtu jepet Arblesha Kalmendi Draga me Kelmendi. Me motivacion për afirmimin e poezisë shqipe dhe prezantimin e saj në të gjitha trevat shqiptare dhe pjesëmarrjen në edicionin e 14 të manifestimit tradicional kulturor Ora e maleve. Qef, foto sa dush me profesionalism. Qartë. Orinë e Mirënjohje jepet Saida Vogli me motivacion për afirmimin e poezisë shqipe dhe prezantimin e saj në të gjitha trevat shqiptare dhe pjesëmarrjen në edicionin e
15 të manifestimit tradicional kulturor Ora e Maleve. Mirënjohje po ashtu i jepet Ramiz Selimit me motivacion për afirmimin e poezisë shqipe dhe prezantimin e saj në të gjitha trevat shqiptare dhe pjesëmarrjen në edicionin e 15 të manifestimit tradicional kulturor Ora e Maleve. Mirënjohje po ashtu i jepet Dot Luli me motivacionin për afirmimin e poezisë shqipe dhe prezantimin e saj në të gjitha trevat dhe pjesëmarrjen në edicionin e 15 të manifestimit tradicional kulturor Ora e Maleve. Hajde Dot! Më shpejta! Me vrap, me vrap! Dhe janë kërë sa të bëjë foto, Mirënjohje jepet edhe të udhëtallima me motivacion personaliteti shquar i letrave shqipe, autor të lartë krijues me kontribut të vyrë me krimtarinë letrare shqiptare. Po ashtu, mirënjohje jepet Gjelatin Mjekut me motivacion për prurjet në nivel të lartë artistik, estetik e shkencor, originalitetin e mendimit kritik si dhe format autentike të narracionit që ka përcjell në letërsim bashkëkohore shqipe. Mirënjohje jepet edhe i merr Hysa me motivacion për prurjet në nivel të lartë artistik, estetik e shkencor, i cili nuk është patjetër që do ja përcjellë. Ndërkaq, manifestimi tradicional kulturor Ora e Maleve, i këtij edicioni të 15 ndan mirënjohje Agim Berishës me motivacion për prurjet në nivel të lartë artistik, estetik e shkencor, originalitetin e mendimit kritik si dhe format autentike të narracionit që ka përcjellë letërsim bashkëkohore shqipe. Hajde poeti unë bashkëkohor. Lëfsh. Ti veç që tu e më suun, edhe të fritën. Tash kemi ardhur tek pjesa e falenderimeve. Ky falenderim i ndahet Fondacionit Blav e Guzi USA me motivacion për përkrahjen financiare të manifestimit tradicional kulturor Ora e Maleve edicionit të 15. Fadel Ula i vjen dhe pranon të falenderimet. Apo?
Falenderimi i radhës kushtohet për Këshillin Kombëtar Shqiptar në Maltëzi me motivacion. Për përkrahjen financiare të manifestimit tradicional kulturor Ora e Maleve, edicioni i 15. Falenderimi i radhës shkon për lidhjen demokratike shqiptare TUS me motivacion. Për përkrahjen financiare të manifestimit tradicional kulturor Ora e Maleve, edicioni i 15. Zash thonë jo se a ke dhënë mirë se ai na ka kundërvotu dinën e rrugës situatën e shumës. Të lutem shumë respekt. Që nuk thosh se ta mund të thosh. Si koktejl. Shiko celularin e. Falenderimi i radhës shkon për shoqatën kulturore humanitare shqiptare gjermane Sali Qekaj Pfaffenhofen Gjermani me motivacion. Për përkrahjen financiare të manifestimit tradicional kulturor Ora e Maleve, edicioni i 15. Hajde gjë. Jo për çfarë do të Unë në emën shoqatës Sali Qekaj në Gjermani, jem antar shumë atje s'ke mund me konë gjithë sot këtu, e kom pas fatin unë me konë mes me ju. Unë ju përgëzoj se cilën herë që i organizojnë kësi të bime. Përndeje shumë. Faleminderit juve për përkrahjen, si gjithmonë të fortin. Përndeje shumë. Falenderim po ashtu i veçantë shkon për komunën e Tuzit me motivacion për përkrahjen financiare të manifestimit tradicional kulturor Ora e Maleve, edicioni i 15. Përfaqësuesi TV Bojini le të vjen dhe le ta pranoj këtë falenderim.